Vendimet e dieshme të KQZ-s për hapjen e të gjitha kutive të votimit për zgjedhjen e njësisë zgjedhore të qarkut Lezhë dhe qarkut Shkodër janë vendime të marra haptazi dhe tërësisht në kundërshtim me kodin zgjedhor. 4 anëtarët e KQZ-s nuk mundën që as edhe formalisht të paraqesin një shkak apo dhe një pretekst ligjor për këtë vendimarrje. Të hapësh të gjitha kutitë e votimit të këtyre qarqeve, kur asnjë prej palëve të interesuar në këtë proces shqyrtimi nuk e ka kërkuar këtë dhe kur për vetë KQZ-n nuk ka asnjë indicie, qoftë edhe periferike, për bën një sjellje arrogante si dhe tërësisht në kundërshtim me ligjin zgjedhor nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sjellja e kësaj shumice në largim është tërësisht në kundërshtim me të gjitha qendrimet dhe deklarimet që ajo ka bërë në të shkuarën në lidhje me kërkesa të tilla të ngjashme, edhe pse këto kërkesa në atë kohë kanë qenë tërësisht të mbështetura në prova dhe fakte. Kjo vendimarrje e KQZ-s është në kundërshtim të plot, jo vetëm me ligjin, por edhe me qendrimet e fundit që ky institucion ka mbajtur në lidhje me kërkesa të tilla të ngjashme, por më tepër kur këto kërkesa kanë qenë tërësisht të mbështetura në prova. Partia Socialiste nuk ka asgjë kundër dhe mbështet çdo proces për evidentimin e çdo lloj parregullësie ligjore, si dhe dënimin atyre që i kanë bërë këto parregullësi, por kur ky proces zhvillohet tërësisht në përputhje me kërkesat e ligjit zgjedhor. Është e qartë për të gjithë se çfarë po ndodh sot në KQZ është rrjedhoja e presionit politik të pakicës në largim. Edhe pse nxitësit e kësaj iniciative, ashtu sikurse edhe Partia Socialiste, e kanë të qartë se në fund të fundit asgjë nuk do ndryshojë në kuptim të rezultatit zgjedhor, Partia Socialiste e dënon dhe denoncon këtë akt të papërgjegjshëm të KQZ-s dhe të nxitësve të saj politik. E vetmja pasojë që do të vijë nga kjo që po ndodh aktualisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është kompromitimi akoma dhe më shumë i vlerave profesionale dhe integriteti profesional të 4 anëtarëve të mbetur në detyrë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe kompromitimi i vullnetit të shumicës qeverisë në largim për të bërë një rotacion qeverisës të denjë për një vend evropian. Ne çmojmë se është mungesë totale e përgjegjshmërisë dhe përgjegjësisë politike ajo çfarë kjo shumicë qeverisë në largim është duke bërë. Edhe pse asnjë vullnet tjetër, kushdo që e zotron atë, nuk mundet të ndryshojë rezultatin e zgjedhjeve të 23 qershorit, Partia Socialiste do të ndjekë dhe do të zbatojë të gjithë mekanizmat ligjor dhe politik për të dënuar dhe për të denoncuar çdo që edhe me pak kujdesi cënon integritetin e rezultatit të këtyre zgjedhjeve. Faleminderit.